Duke u parë në pasqyrë sot, me mua do t'jetë Evisi Noimeri, pedagoge në shkollën New Generation dhe gjithashtu artiste në flok dhe në make-up, në parë rrugëritje në make-up. Eja Visi! Wow! Artiste edhe në modë, në stil. Ta bukur. Më pëlqen. Shumë je shumë e veçantë. Faleminderit. Në gjitha gjërat që vjen edhe bën. Me sa duket duhet jetë pjesë e kreativitetit tënd apo jo? Ato shkojnë paralel. Nuk mund të jetë një make-up artist demode. Nuk mund të jetë një paruker demode. Gjithmonë e heci me kohën dhe me atë çka ne aplikojmë, po dhe me atë çka ne paraqesim, prezantojmë. Një person nuk do kishte kur besim të plot në qoftë se një make-up artist ose një paruker nuk do kishte një look domethënë ndryshe nga të tjerët. Shumë e vërtetë është. Tani këndi është gati, ne do të ftojmë edhe zonjën e cila do të na bashkohet sot për të ndryshuar edhe për të sjellë Evisi më të mirën e saj tek zonja Eja e dashur. Të ftoj të ulesh këtu. Faleminderit. Mirë se erdhe. Shumë faleminderit. Ja, ky është vendi yt, këtu do të qëndrojmë bashkë me Evisin. Evis, kemi një zonjë? Po, si fillim do t'i aplikojmë, si fillim do aplikojmë flokë, do t'i ideojmë disa onde në pjesën e flokëve, për t'na dhënë një volum, mosha e tretë gjithmonë e do flokun, e plotson, është një element shumë i rëndësishëm floku me volum të kjo lloj moshe. Do e sugjeroja një flok jo shumë të shkurtër. Flokët e gjatë, deri diku apo flokë, sepse zonjat në një farë moshe, fillojnë edhe janë, dhe fillojnë dhe i presin flokët, dhe janë pothuajse me flokë të shkurtra, nuk e di pse, po vjojnë ende tjetë ai trendi, apo? Flokë të shkurtra e kam për komoditet, besoj. Sepse një zonjë me flokë pak sa të rritura, nuk them me flokë shumë gjata, po deri te supet minimalisht, duke i krehur me volum, duke i dhënë onde, gjithmonë kanë një look më vërtet klasik, po më zonjë, themi ne, pra krijon atë lukun, prezencën e kanë më potente. Se sa një zonjë cila me flokë të shkurtër, që gjithmonë dhe me flokë të shkurtër mundohet për t'i dhënë volumin, gjithmonë ka më potenca e floku i gjatë. Floku i shkurtër, për të ardhur me modele edhe me kreje të ndryshme flas. Floku i shkurtër të jep disa mundësi, ndërkohë që floku pak më i gjatë të jep shumë mundësi. Mund t'i kesh të mbledhura, mund t'i kapësh gjysëm, mund të vendosësh një rreth klasik, mund të krijosh stilime të flokëve në një event, po dhe në përditshmërinë, me pak difuzor, me flokë të çrregullta, ja kështu siç e kam unë për shembull. Të çrregullta të ngjajnë shumë bukur, është mua më pëlqen kjo linja, më pëlqen edhe e naturalitetit në një farë mënyrë. Që po të krijon më stil, më trend, sigurisht që gjithë qëllimi i kësaj që deri tani ne folëm është që të ngjajnë më të reja, të kuruara dhe të kenë një prezencë sa më perfekte. Zonjën tonë e kemi të ulur këtu, tani më të pret ty për të kuptuar se si do të vijojmë dhe si do të procedojmë. Mua do të më falni që do të ulem tani më në këtë karrigen këtu, që është bosh, por më pas do të liroj për zonjën, e kështu bashkë bëjmë edhe një bisedë dhe zhvillojmë më tej këtë tematike viz. Zonja ka flokë të dëndur me sa shoh? Zonja ka flokë të dëndur. Zonja ka flokë të dëndur, si fillim do mundohemi t'i krejmë baluken derisa të na ngrohet pjastra. Do të bësh një model me pjastër? Do t'i bëj një model me pjastër, me onde, për atë që ka folëm, që volumi dikon edhe jep një imazh më potent, ato do mundohemi të krijojmë imazhin potent të zonja, do t'i krehim baluken derisa të na japi kohë pjastra për të na ngrohur. Në këtë rast është një model i cili padyshim që dhe zonjat mund ta bëjnë edhe vetë në shtëpi, por është një model që mund ta mbajnë në përditshmëri, apo është një model që ti e sugjeron më së shumti për të qenë në raste feste? Jo, është një model të cilën mund ta mbajnë në përditshmëri. Përditshmëria është më e shpeshtë se sa festat. Vërtet kemi festa, po do bëjmë një alternim. Duke i dhënë volumin flokut, ky është një stilim i cili mund të mbahet dhe për festa. Pse kemi volumin, kemi potencën e flokut, por jo se nuk mund të mbahet në jetën e përditshme. Do lëmë një nivel të mesëm, ku ne të kemi mundësi që ta alternojmë dhe ta aplikojmë në të dyja rastet. E qartë. Do ndezim pak tharsen. Po. Bëj një krehje nga jashtë të ballukës, do t'i hapim pjesën e fytyrës, pra nuk do t'ja zëm shumë me flok.
do t'ja kthejmë pjesën e balukës ansore. Po. Zonja ka një flok bjond, a është vështirë për të mbajtur një flok bjond tek zonjat në moshë të mesme? Te zonjat është më komode floku bjond, sepse na eliminon pjesën e thinjës, nuk e kemi aq shumë të dukshme. Duke mos pasur aq shumë të dukshme, na kamuflon atë lyerjen e shpeshtë të flokëve, që nuk e evitojmë dot. Ne po vjen që punoj me pjesën e balukës, ë? Jemi munduar ta krejmë pjesën e balukës, ku do kalojmë edhe pak pjastrën pastaj më vonë. Pra do të na duhet një furç, një tharse, Një furç, dhe një pjastër, apo? një tharse, edhe një pjastër për të vazhduar. Sigurisht që ne kemi marrë element minimalistës, sepse në për sallone ne kemi shumë elemente të tjera. Po mirë, punohet në mënyrë më profesionale. Ne duam që me produkte dhe me materialet tona minimaliste ta arrisin edhe zonjat në përshtëpi, teleshikuesit që na ndjekin, se ky është qëllimi që profesionistët dihet që mund t'i realizojnë pavarësisht të diçka më profesionale, diçka më shumë, diçka më pak, ka tolerancë, por qëllimi është jo vetëm profesionistët, por edhe zonjat dhe teleshikuesit që na ndjekin të arrisin të ndihmoj duke shtyr pak të kështu. Ja, okay, është në rregull. Që ti të kesh mundësi më pas, televizësh pak karriken, edhe nga kamera, të kenë mundësi edhe zonjat në shtëpi të na shohin mënyrën se si e mban pjastrën edhe se si realizon onden. Onden e ka shumë dëshiruar për të gjitha moshat. Ondja shumë e bukur, është një nga teknikat të cilat nuk ka për të hikur moda asnjëherë. Ondet transformohen, ku t'i shikojmë me kalimin e kohës kemi pasur disa lloj ondesh, por asnjëherë nuk ikin nga moda. Gjithmonë do jenë aty të ardhura ndryshe, por asnjëherë nuk do kemi femra pa onde. Ja, për shembull, ondet e tua sot janë onde me val. Nuk janë ondet klasike, janë trend, kështu që ne do përshtasim sigurisht trendin me ondet, kështu që asnjë detaj nuk shuhet rrugës. Të gjitha detajet sigurisht që përpunohen dhe sillen më bukur më trend në kohën ku ne jemi. Dhe rëndësishme është që pjesë e këtij trendi, në fakt të mos janë as zonjat disi më në moshë, që të mos i rrinë në base strikte atyre modeleve më klasike edhe stilimeve më klasike të flokëve. Kemi parë që edhe zonjat është normale, duan të përshtaten me kohën, me trendin, dhe është më se normale që të ngjajnë bukur, jo thjesht të bëjnë onde, po dhe ta përshtasin ato me trendet, për të qenë dhe më afër modës, por për të ngjarë dhe më të reja, pse jo? I gjithë qëllimi është ngjyra e flokëve vis në momentin që krihet. Unë shoh tani që ti po bën pjastrën dhe po vendos po bën ato ondet e bukura, edhe ngjyra është duket ndryshe nga pjesa tjetër e flokëve që është e kapur. Sepse i hipen fibra flokut kur punohet dhe floku duket më me shkëlqim, më i limuar, produktet që përdoren paraprakisht. Pra të gjitha këto janë element, sidomos floku bjond. Floku bjond është kur krihet, merr një imazh komplet tjetër. Në qoftë se duket aq i shpupurisur pa u krehur, aq i bukur, i lëmuar, klas duket kur krihet. Një flok bjond do ta shikosh se sa i bukur është, duhet ta shohësh të krehur. Në qoftë se në flokun të brunet ose të flokët e errta e kemi këtë lloj tolerance, floku bjond nuk na toleron, nga që edhe fibrat i ka më të ashpra. A është i vështirë floku bjond për tu mirëmbajtur? Ne parukierët kemi një shprehje që unë e përdor shpeshherë.
Nuk është e vështirë të bëhesh bjonde. E vështirë është të ambash bjonde. Bjondja është vërtet shumë e bukur, por do një trajtim që ti duhet ta trajtosh gjatë gjithë kohës duhet t'jesh e kujdesshme, sepse elementët për aplikimin e një boje bjonde janë më të përqendruar për sa i përket. Që tek boja duhet nisë trajtimi? Duhet nisur që të përzgjedhja e produktit dhe deri te përzgjedhja e profesionistit. Bjondja është shumë delikate, ne do të shikojmë një parukier se sa profesionist është, një nga testet është për të aplikuar një boj bjonde. Në qoftë se e aplikon një boj bjonde pa e dëmtuar flokun, duke ruajtur shëndetjen e flokut, e cila kjo është më kryesorja nga të gjithë, nga të gjitha qëllimet që ne kemi. Patjetër se nuk ka vlerë një flok bjond, ngjyrë e bukur, flok i djegur. Kështu që duke realizuar një flok bjond, duke ruajtur shëndetin e flokut, duke realizuar ngjyrën çka ne duam, aty dallohet një profesionist se sa i aft është dhe sa profesionist në të vërtet është dhe e meriton me të vërtet të fjalën profesionist apo thjesht parukier. Në rastin tonë e meriton plotësisht fjalën profesionist, po sjell shumë bukur ondet e zonjës. Kemi bërë një krehje të Ballukës në pjesë, do të thënë një krehje të jashtme të Ballukës, edhe të shohim tani se si do të jetë i gjithë përfundimi. Nuk është e kollaj të trajtosh bjondën, unë kam... A duhet të kenë produkte të posaçme? Patjetër që po. Ata që kanë flok bjond për të përdorur, dhe cili është një prej atyre produkteve që do të sugjerosh? Shampo, maska, vajrat mbrojtës, janë shumë të rëndësishëm, trajtimet me maska të her pas hershme dhe specifikisht shampoja të cilat janë të ideuara vetëm për flok të lyer, vetëm për flok bjonde. Asnjëherë nuk duhet të tolerojmë te kjo, prandaj thuhet që floku bjond është i kushtueshëm për të mbajtur, sepse është linja e cila ti do ta trajtosh më mbas është e kushtueshme. Jo se të tjerat nuk janë, absolutisht, por në qoftë se të një flok bjond edhe me një shampo për flok të lyer ose me një shampo mbas boje mund të kalosh shumë mirë, shumë qetë dhe floku të jetë i shëndetshëm. Te floku bjond ndryshon sepse përdoren dhe dekolorantët. Dekoloranti është, aplikimi i dekolorantit është reaksioni kimik më i fortë që ndodh në të gjithë gamën e parukerisë. Po me gjithë avancimin që kanë sot teknikat e parukerisë, e trajtimit të flokëve, për mënyrën se si ka avancuar i gjithë kjo fushë, edhe në produktet e shumta dhe gamën e shumtë që ka sot në treg, avion të mbetet dekoloranti një prej dëmtuesve kryesor, apo sot ka shumë llojshmëri aplikimit të dekolorantit? Pavarësisht se dekolorantët janë përpunuar. Pra, nuk janë ato dekolorantët me amonjak që ne bënim dikur, që na diqnin flokun, na diqnin lëkurën, por nga shefi dhe nga kënaqësia për të bërë bjond duronim. Tashmë kanë ardhur të përpunuar. Kimistët gjatë gjithë kohës punojnë, jo vetëm për bukurinë, po dhe për shëndetin e flokut dhe të lëkurës, sepse dekoloranti në një pjesë të mirë të rasteve prek në lëkurë, pra dekolorojmë totalisht flokun. Jo thjesht tematika ose teknika, si për shembull siç janë fijet ose ombret, që nuk prekin te pjesa e rrënjës, por në dekolorime totale je e detyruar që të prekësh pjesën e rrënjës. Kanë evoluar, janë dekolorantë të posaçëm, të cilët aplikohen në rrënjë, që dëmtimi i tyre është minimalist, gjithashtu i ka dhe produkte Scalp Protect, të cilët mbrojnë skalpin gjatë aplikimit. Duhet të aplikohet një produkt fillimisht. Një produkt i cili të mbron skalpin, por po shohim rëndom që shumë vajza, femra, po fillojnë të kenë edhe alergji nga dekolorantët, nga mbingopja, kështu që do rekomandoja që të kenë kujdes. Nga mbingopja në sensin që e kanë kryer shumë shpesh si procedurë dekolorantin, apo është një produkt i cili është vendosur mbase pa përgjegjësi nga ana e atij që i ka aplikuar, e parukierit? Qëndrojnë të dyja rastet, por shohim
kemi parë që të njëjtit klient që prej vitesh ka përdorur të njëjtin dekolorant, të njëjtin produkt, por mbas pak kohësh çfarë na ka ndodhur? Na ka ndodhur një alergji e cila tregon që organizmi është ngopur. Pra ne duhet të minimizojmë sa më shumë pjesën e aplikimit të dekolorantëve, sepse tashmë ka produkte pafund. Ma vjen shumë mirë e visë që falë jush, falë profesionistëve, ne arrim që të sjellim këshilla të ndryshme. Ne herën e kaluar ti solle një tjetër zonjë, ku realizove një make-up shumë të bukur, perfekt për zonjat në moshë, edhe sot po sjellim një model flokësh, një krehje të bukur që zonjat mund ta bëjnë për ditëshmërinë e tyre edhe të jenë sa më mirë, të ndjenë sa më mirë me veten e tyre. Por është një krejë e cila mund të bëhet thjesht, por edhe mban në kohë, sepse një ndër shqetësimet e shpeshta të zonjave, të femrave në tërësi është, që flokët duhet krijen për të mbajnë sa më gjatë e visë. Tani flokët mbajnë, në qoftë se aplikojmë një stilim, ne jemi munduar që edhe më përpara ti kemi aplikuar stilimet me pjastër për efekt të zhurmave, por ondet mund të realizohen shumë mirë edhe me përsa i përket tharseve, mbajnë. Relativisht në dimër është pak e vështirë nga lagështira mbajtja e flokut. Por çdo stin ka atë të vetën, nëse dhe gjatë verës në djersisim, pavarësisht se nuk është lagështirë, por që çdo stin ka ato nazet e veta. Por ka produkte pafund që ruajnë të flokun, ka llak kundra lagështirës, i cili ta mbron maksimalisht onden, por edhe drejtimin e flokëve, se jo vetëm ondet nuk mbajnë, edhe flokët e drejta. Ato të janë flokë të drejta që ne i drejtojmë dhe nuk janë realisht të drejta, fillojnë krijojnë volum. Një kujdes duhet kemi para se të aplikojmë stilimet, duhet kemi parasysh tharjen e mirë të flokut. Nuk i japim rëndësi, shpesh herë edhe me gjysëm flok të lagur ne fillojmë një tharje, një kreje, sidomos kur e aplikojmë me pjastër, nuk në mban. Rënja është kryesore. Thua që duhet të gjithmonë floku shumë i thatë. Me pjastër shumë i thatë, ndërsa përsa i përket krejes me furçe, rënja totalisht e thatë. Në të dyja rastet, rënja e flokut duhet tjetë e thatë, sepse lagështira... Çfarë dëmtime sjellë se rënja është e patharë ashtu si duhet? Nuk të sjell dëmtime, po çfarë ndodh? Lagështira e rënjës kalon te pjesa e gjatësisë, pra përthithet nga gjatësia, dhe kjo është ajo që ne nuk na mban kreja. Nuk do kemi një krehje të gjatë, për shumë pak kohë lagështira e rënjës do na prishti, do na japi volum te pjesa e flokut, pra nuk do realizojmë dot mbajtjen gjatë të krehjes. Pavarësisht se ne jemi lodhur, por jetë gjatësia... Në fund rezultati ja që nuk është ai dëshiruari. Kështu që këto janë disa gjëra që ne në për shtëpia, zonjat, në familje, kur i krehin edhe anashkalojnë me idenë që të mbaroj punë shpejtë, mëse kam tharë pjesën e fundit, punë e madhe së është rënja pak e lagur, por që nuk të mban, kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Sa gabime që bëjmë pa i ditur disa gjëra. Emisionet që ju keni prandaj shërbejnë për të marrë informacion dhe që kjo është një nga rubrikat që është përitër së vërtetës është shumë e ndjekur, ka marrë shumë mesazhe ku janë shumë të kënaqur me ata që ne kemi aplikuar dhe një pjesë e mirë edhe kam përvetësuar, edhe nga përsa i përket make-upit, përsa i përket stilimit krejeve të flokëve, më kanë kërkuar disa mesazhe që na kishin ardhur këto ishin tani që kur do të bëni një stilim për festa dhe make-up për festa tani të fundit, të tetor-nëntorit, edhe do ishte mirë që ta bënim një. Apo mendon? Ne do bëjmë patjetër një stilim për festat, por më parë do kisha shumë dëshirë që ne të prezantojmë stinën që jemi. Ne s'kemi prezentuar akoma dimrin, kështu që ne do bëjmë një personazh. Sa ka hyrë e visë, sa ka hyrë. E po hikën shumë shpejt, ja hiku nëntori. Hiku nëntori, për pak ditë jemi zyrtarisht në dimër.
Jemi në limitet të kohës, po besoj që ne kemi përfunduar. Ne do t'i marrim pak grimitor, kështu që fati që sot jam në të dyja teknikat, mund t'i marrë edhe make-upit pak minuta. Me që zonjës sot do t'i aplikoj të dyja teknikat unë. E qartë. Kemi dhe pjesën e fundit që na ka mbetur. Shumë mirë. Në qoftë se në për salone ne kemi komoditetin e kohës, pra këtu na minimizon në pak koha, kështu që mundohemi që gjërat i kemi sa më praktike dhe sa më të... E me gjithatë do të cilin një model të bukur të stilimit të flokëve. Shumë. Duket sikur i bëre më pak të këto ondet e fundit, pra nuk i theksove shumë? I lam pak më pak, për të na lënë edhe volumin, na krijohen volumin dhe për të na krijuar një pjesë të shtrirë te pjesa e kupolës. Shumë bukur. Tani do të bëjmë një... Tani do t'ja krehim flokët. është ky procesi që duket sikur ti prish të gjithë punën që bëre, por në fakt jo. Në qoftë se është aplikuar sakt, asgjë nuk prishet, përkundrazi, një onde e bërë bukur, gjithmonë, sado që ta prekësh të jep forma të bukura. Një zonjë ka që bukur dhe hishme, ka që rregullt. Kemi edhe një kërkojmë fiksues ky model? Pak sallak. Do t'ja aplikojmë. Dhe është. Kemi hapur pjesën e portretit. Po, dhe duket shumë bukur. Shumë bukur, shumë natyrale, shumë e rregullt. Unë besoj që është ajo që edhe ajo çka zonjat kërkojnë apo jo? Ajo çka zonjat kërkojnë të duken bukur, të trajtuara, të pangarkuara. E kthejmë, po, sa bukur. Shumë bukur. Mund t'ja hapim pak dhe më shumë ondet zonjës. Me këtë kohë që është jashtë, më mirë lëri ashtu se do të bien vetë, si mendon? Normalisht me lagështirën që është, ja do t'i hedh edhe pak lak për t'i mbajtur, sepse përderisa e realizuam, pse mos ta shijoj dhe më gjatë pjesë. Shumë bukur. Vis, të falenderoj shumë që ishe sot me ne në studio, falenderit për të gjithë aplikimin që i bëre zonjës. Ishe shumë e fisme që kur erdhe, por u bëra akoma më shumë tani nga duart e Visit dhe falenderit që ishe me ne. Falenderit gjithashtu edhe shkollës New Generation që bën të mundur realizimin e kësaj rubrike duke sjell këtu pedagogët më të mirë të saj, qofshin ato për shërbimet e femrave, por gjithashtu edhe të meshkujve. Ne tani do të shkëputemi për të kaluar në një tjetër moment, sepse do t'i kaloj linja Departamentit të Informacionit për të ndjekur edicionin informativ të orës 12. Bashkë do të shihemi sërish pas 15 minutash ndoshta, rreth orës 12:15 minuta, për të vijuar me pjesën e dytë të programit, dhe sigurisht ju mos u largoni nga ekrani i RTSH HD, sepse kemi përgatitur edhe tematikat të tjera dhe shumë të ftuar të tjerë do të jenë në studion ton. Shihemi pas pak.